Gjasat janë që sërish ata dy të ballafaqohen, aleanca e tyre 7 vjeçare mori fund. Dyshja Kurti Osmani morën 438.000 vota. Cilin Albin Kurti dhe lëvizjave të vendosje kanë qenë kogja, s'po thëmë poshtë në popularitet, po poshtë në vullnet dhe në entuziast. Që ata e kanë Glauconiusën për president. U prishën, në fakt Albin Kurti prishim avishën. Zoti Kurti nuk e do kërkët që ka mendim. Që ishte një pjesë e konsiderueshme e elektoratit të LDK-s atë botë, e pan LDK-n në sytë e Vjosës. Me Vjosa Osmanin ka mrinë 438.000 vota. Vjen për shkak të bashkëpunimit me LDK-n / Vjosa Osmani. Që thashtë kjo është huba Çavese që ku ta dijone. Fushata nga ana e vetëvendosjes tashmë ka filluar. Ligji për sigurimin shëndetësore, për shembull, s'ka dashur me bë. Na kena ligj për sigurimin shëndetësor për vitin 2015. Pista tjetër do të jenë sulmet. Ndaj mediave, ndaj opozitës. Madje as që guxofti më kthy fjalë ai akuzoi dhe këshyrë në sy, sepse kur flet Ramushi heshtin edhe lisat që thoi. Dorën zemër, politikone, matëshkat, nuk ka. Tjetër është a e dua se dua. Kam fillu mja përmen shtëpitë Marigon. Na do të më këshyrë që shpiritet pasuria antarëve të vendosjes. Milionere, shumica. Do të thonë do bani, sa do po dalë, ka problem se ka qujt rrezikshëm. Na do të më marr vesh për shembull çysh na prish me Amerikën. Tatuazhet që ka, ne Albinin, ne Vjosën. Do të me tatuazh mirë që kanë shkruar. Që tani do të më kuptu që edhe Vjosa dhe Albini janë veç politikanë. Vjosa është shkaktari këtij rezultati. Nuk jam asun baket pa faj. Allahu të zot. Për fjalëve që i ka fol, zotimeve që i ka dhënë, dhe ato që i ka marrë, Albin Kurti del mas kesti, lider politik jo në Kosovë, shqiptar. Po qysh na ka rrajt Albin Kurti, asnjëuni edhe këtë bashkë nuk bojnë. Mas 6 vjet qeverisje, 20 miliard buxhet, ky vjen me gjërat e njëjta. Thot byron për konfiskimin e pasurisë me bojnë. Po ti që 6 vjet tu e vat byrove. A pet po don me forën e njëjtë, ma marr votën. Tash njerëz ti dashur me kon burgë, me kon pa kulm. Ata 4 hektarë që po shfryzojnë stonë. Shumë mirë. Çka jetë të bëu me ta, kryeministër? A ke nxon najkon? E çfarë zgjidhja kryeministër? Pse s'pe hjek akcizën atë aty? Albin Kurti po don varfrim, kur s'ki as buk me hongër. Niçi na dokon që të pshton. Edhe fuqi që ketë në xhepa. Si të kanë vështirësi elektorale, ata shkepin parë. Kam informacione, kam pa edhe gjëra të shkruame se Vjosa Osmani po e merr Partin Guxa. Edhe unë kom pas besimin që me Albinin kena mujt me bo mirë këtë vend, gjatë rrugtimit e kom pas që kjo nuk ishte ndërmend.